Edhe kur ka fatalitete, këtë që ka bazohen në dokumentet... Asnjë prokuror nuk mund ta ketë ndërgjegjen e pastër. Po supozojmë që rasti veç është parashtruar kallëzimi penal apo ka ndodhur lëndimje apo edhe vdekja në raste. Këtu pastaj vrehet një mangësi, konsideroj kogja serioze. Mangësia e parë që unë dua ta evidentoj, sepse parashtrohet në raportin tonë të Birnit se rezultati monitorimit, është fakti që prokurorët e kanë një po e quaj varësi të panatyrshme në raport me dokumentet që i pradhën inspektorati. U përmend nga prokuroria që prokuroria themelore 5 janë dalë me një rast në vendngjarje, kanë pas një aksion, mirë po në shumicën e rasteve nuk dalin në vendngjarje. Edhe kur ka fatalitete, këtë që ka bazohen në dokumentet në inspektimit që i bën inspektori i punës. Dhe asesi kjo nuk nënkupton që dokumenti i tyre është i pavlefshëm, mirë po vlera e hetimit, thellësia e hetimit, cilësia e hetimit do të ishte krejt ndryshe nëse prokurori del edhe në vendin e ngjarjes edhe i përkushtohet personalisht një rasti me fatalitet në veçantë. Është vërtet që ne duhet patjetër që ta pranojmë një kallëzim penal, por para se ta them këtë, ne me vetë iniciativën e PEJ i kemi hapë disa raste në momentin që i kemi vrejt vetë ne që është një objekt duke ndërtu, janë punëtore duke punu, nuk janë vend, do të thot, pajisjet mbrojtëse dhe masa tjera të cilat janë parandaluese. Me vetë iniciativë janë hapë raste. Mirë po, rastet të cilat vinë nga inspektorët e punës patjetër duhet të kompletohen me një proces verbal i argumentum mirë nga inspektorët e punës, po për fat të keq edhe numri inspektorëve të punës është i vogël. Me daljen të rend të inspektorëve zakonisht duhet të jenë 2 inspektorë të punës. Ne kemi mungesë të inspektorëve të punës të cilët patjetër e kanë edhe obligim ligjor dhe obligim të punës dhe detyrës që ushtrojnë që të dalin, të verifikojnë, të mbledhin do të thotë provat dhe pastaj ta kompletojnë kallëzimin penal i cili duhet të parashtrohet në prokurori. Ne si prokuror asnjëherë nuk mundemi do të thotë ta hetojmë një rast i cili është komplet i mangët me provat të cilat janë të domosdoshme. Mirë po, patjetër që ne mund të bëjmë plotësim të kallëzimit penal me sigurimin e provave tjera, me daljen prapë në terren dhe me veprime tjera hetimore që duhet të ndërmarrim. Te rasti i daljes së prokurorëve do të thotë në terren, nuk është obligim i domosdoshëm që prokurori të del do të thotë për secilin rast në vendin e ngjarjes, sepse ndodh këtë raste me lëndime të lehta trupore, me lëndime të rënda trupore dhe me fatalitet. Shpresoj dhe uroj që mos na ndodh asnjëherë ndonjë rast me fatalitet, mirë po nëse ndodh ndonjë rast me fatalitet, asnjë prokuror nuk mund ta ketë ndërgjegjen e pastër por mos me dalën do të thotë në vend ngjarjes. Secili prokuror patjetër që ka për me dalë në vendin e ngjarjes dhe asnjë rast nuk kemi për fat mirë raste, uroj që mos kemi asnjë, mirë po 2 raste që i kemi pas patjetër që menjëherë prokurorin që ka të bëjë do të thotë në regionin e 5 ka dalë në vendin e ngjarjes.